Fatmirësisht që i 9 vite është këtë që kemi artist tri me një rezon kretë ndryshe dhe shumë atë pasun, se që kemi pas në vakumin pas luftës edhe deri para 8 viteve. Do të thonë diku, i kanë hulumtua dhe i kanë mësua gjuhët edhe ani gjenerate pas luftës që s'ka përjetu luftën si na që kemi përjetu dhe rmujat e Ballkanit. Ata mendojnë ndryshe. Ata janë shekulli i ri. Edhe shekulli i ri arrit tash. Shkojnë, e din që ka manifesta, e din që ka, do me thonë, bienalet e ndryshme, e din gjuhën angleze shumë të mirë, lexojnë, hulumtojnë. Pse hulumtojnë? Unë si pedagog, kom raportet tepër të mira me student, për shkak se unë ju thëmë this way, këndena. Këndej është dia, hulumtoni. Ju e pi linkat të ndryshëm, do më thonë dokumentat, ju spjegoj për ekspozitat ma karakteristike që tash mahen në botë. Do më thonë, vakumi dhe politika neve në Kosovë për 2-13 vjetë, 15 vjetë nga ka shkatru. Sepse, na i kam pru fëmijët e dëshmorëve, politika e ka pru vetin, unë e kom qenë që të mund që kom reagu në ato dhe shifet edhe në televizion, në intervju që kom dhanë, se në qëse një njeri o një fëmijë dëshmorit, mos e bjen që sa i talentum. Qëse i talentum, na do t'i ndihmojmë ati pa marrë parasysh çfarë nacionaliteti është ai njeri o çka është, mirë po i kemi hjek ato barjera dhe mendoj që vetë koha na ka pru për me kenë studenti më i suksesshëm, më i kuptueshëm edhe vetë hulumtues.